Mënyra më e lehtë për të hequr papastërtitë e dushit. Një grua, ndau me të tjerët, një nga mënyrat më të lehta për të larguar papastërtitë e dushit në shtëpi. Zakonisht pjesët e dushit janë më të komplikuara nga myku dhe njollat, por ja mënyra më e lehtë që ju mund të bëni që ajo të shkëlqejë sipas Daily Star. Një përdorues tregoi se ju mund të përdorni edhe produkte të mira për të hequr papastërtitë. Përveç sprajtëve, mund të përdorni edhe produkte magjike. Ky produkt mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë. Përzierja uthullës së mollës me sodë buke mund të bëjë largimin përfundimtar të njollave kafe të shëmtuara të mykut, të kërpullave ose algave në pllakat e dushit. Fatkeqësisht, këto njolla të zeza ose ngjyrë kafe gjenden në mes të pjesës ku silikoni është i kapur me pjesën e pllakave. Prandaj një spray me sodë buke dhe uthull molle në këtë sipërfaqe dhe larja e saj me ujë të rrjedhshëm do të bëjë përfundimisht largimin e këtyre papastërtive.